e don jetën, na e dojmë jetën. Na e dojmë jetën edhe e dojmë vdekjen. Për çka e dojmë jetën? Ndëgjone fjalën e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Khairun nasi man tala umru wa hasuna amalu. Më i miri njeri është ai e ka jetën e gjatë e punët e mira. Manë në mend, jetën e gjatë po punët e mira. Allah i na zgjat jetën e na dhash punët e mira në ta. Këto na po e dojmë jetën, mirë po me vdekje na pe duesh. Çdo gjë e dojmë na po. Jo me fol me kokë forci edhe me galomani, që pa dikush kur thot, on si tut na Zotit. Kujtu të shti? Maqorrit? On si tut na Zotit. Vallahi si tut na Zotit, ja, na i kemi frikën Allahut Gjelle Gjelalu, i tut na Allahut vëjmë punë të mira, por arsye se na shpërblen me punë të mira. Ndalomi bëj punëve të këqija, na shpërblen pse jemi ndaluar prej punëve të këqija. Jo, na kemi frikën në Allahut Gjelle Gjelalu. E dojmë jetën për ta shfrytzuar, për çka jetën e shfrytëzojmë? Për të rahatuar njerëzimin, për të vepruar dhe për të punuar, për të rahatuar njerëzimin, por edhe e dojmë vdekjen. Pse? Për të takuar aton që na jep sevapët shpërblimin për që e kemi shërbyer njerëzimin. Për çka po dëshim vdekjen tash? Për të takuar Allahun i cili na jep shpërblimin, për arsye se e kemi shërbyer njerëzimin. Pra po e dojmë jetën, e dojmë edhe vdekjen. E ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin që e transmeton Imam Bukhari dhe Muslimi, men ahabba liqa Allah, ai që e don takimin me Allah, pra vdekjen që do të me dek, ahabba Allahu liqa'ah. Kush e don vdekjen që po e takon Allahun, kush e don Allahun me e takua, edhe Allahu po don robin me e takua. Kush e don Allahun me e taku, edhe Allahu po don robin me e takua. Allahu Gjelle Gjelaluhu në dhashtë khajrin, ja Rab.